Në Universitetin Fanoli të Korçës u zhvillua ceremonia e promovimit të 2 botimeve të reja shkencore nga profesor Dr. Lorenz Ekonomi me titull Analiza matematike me një variabël dhe Analiza matematike me shumë variabla. Këto vepra përfaqësojnë një kontribut të rëndësishëm në fushën e matematikës dhe pritet të shërbejnë si referencë për studentët, pedagogët dhe studiuesit. Janë 2 libra që përmbledhin shumë vite punë, 10 vjet punë, por që është punë që është akumuluar, mbledhur dita ditës. Janë libra që përdoren nga studentët e masterit shkencor, mund të përdoren, të degës të matematikës, trajtojnë në mënyrë shtërruese analizën matematike që nga elementet fillestar të saj, çdo gjë është e vërtetuar plotësisht, çdo gjë është e sqaruar plotësisht. Është si të thuash një libër ku janë shkruar të gjitha elementet e analizës matematike. Përveç tyre ka shumë ushtrime që lexuesi mund të merret me zgjidhjet e tyre. Në këtë aktivitet u vlerësua puna dhe përkushtimi i profesor ekonomit në zhvillimin e literaturës shkencore në gjuhën shqipe, si dhe roli i tij në formimin e brezave të rinj. Profesor ekonomi njëkohësisht është rektori i Universitetit Fanoli të Korçës.